Ministri grek I financave I cili po tenton të rinegociojë borxhin e Athinës pas bisedimeve me homologun e tij francez ka deklaruar se prioritet është mirëqenia e të gjithë europianëve dhe ka përjashtuar se ka nevojë për më shumë fonde për të shpëtuar nga falimenti. A besoj unë se në këto kushte që është Greqia sot, ne duhet të marrim një tjetër këskërdije? Jo, nuk është se ne nuk kemi nevojë për para. Ne jemi në kushte të vështira për shkak të disa angazhimeve që ne kemi marrë. Por mesazhi im për partnerët evropianë është se për 5 vite ne kemi qenë duke pritur kësën e radhës së kredisë. Dhe unë I thash zotit Sapin se kemi krijuar varësi nga droga për të marrë dozën e radhës. Çfarë kjo qeveri po kërkon për të dhënë fund kësaj varësie? What this government is all about is ending the addiction. Ministri grek shpreh bindje se gjatë muajve në vijim duhet një marrëveshje mbi borxhin, pasi sipas tij ky program po I kushton shumë shtrenjtë, jo vetëm Greqisë, por dhe Europës. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ministri francez I financave shpreh bindjen se Franca ishte gati për të ndihmuar Greqinë për të negociuar me kreditorët. Ne mund të diskutojmë disa për elementeve që mund të zbusin borxhin e Greqisë, sepse 175% e prodhimit të brendshëm bruto është peshë e rëndë, por sigurisht nuk është në diskutim anullimi I borxhit, I cili mund të jetë një mënyrë që ministri shikon për të zhvendosur barrë nga Greqia tek taksa paguesit francez dhe europian. Dhe ky nuk është as pak qëllimi im. Shefi I financave greke është sot në Londër për të zhvilluar bisedime dhe me homologun e tij britanik George Osborne. Para takimit, Osborne ka deklaruar se mirëpret mundësinë për diskutuar ballë për ballë me ministrin grek për qëndrueshmërinë e ekonomisë europiane dhe si mund të forcohet rritja e saj. Pas Londrës, takimi I radhës I shefit financave greke është Roma. Komentet e tij erdhën pas deklaratave të kryeministrit grek Alexis Tsipras, I cili shpreh bindjen se Greqia ishte gati të arrinte një marrëveshje me kreditorët e saj.